Dhe natyrisht, të 700 tenxheret politike dhe mediatike, produktin e gjithë këtij procesi e marrin edhe e zihen dhe gatuajnë 700 lloj gjellërash të ndryshme, duke bërë diçka që nuk ndodh në Shqipëri për herë të parë, ka ndodhur në vende të tjera sa duash, duke shfrytzuar gjysmë të vërteta për të prodhuar një tym të jashtëzakonshëm që djeg sytë e publikut, që shurdhon publikun me presionin e vetë dhe që dizinformon publikun thellësisht. Prandaj thonë që gjysmë e vërteta është edhe gënjeshtra më e madhe, sepse që ne jemi këtu bashkë, kjo është e vërtet, apo jo? Dhe një lajm sipas cilit kur kamerat u fikën, unë bëra një sherr shumë të madh me ty, bëhet pjesë e të vërtetës që ne ishim bashkë, apo jo? Dhe prandaj gjysma e vërteta është dhe gënjeshtra më e madhe, sepse ka i pjesë vërtete, por pjesa tjetër është një gënjeshtër. Dhe më lejoni t'ju them që është një neveri e madhe që ka një aktivitet kaq intensiv gjysmë vërtetash nga njerëz që nuk din të bëjnë punën e tyre. Nuk din të bëjnë opozitën e qeverisë. Nuk din ta mundin Partinë Socialiste. Kështu e shohun këtë gjë. Dhe askush nuk përpiqet të bëjë asnjë analizë lidhur me cila është e vërteta në të gjithë punën e SPAK-ut, pse pikërisht se e vërteta është krejt ndryshe nga kjo që thuhet SPAK-u nuk është opozita e qeverisë, dhe cilat janë anët pozitive dhe anët negative të punës së SPAK-ut, si të gjitha institucionet të tjera, përfshirë dhe qeverinë. Asnjë nuk e bën këtë analizë. Gjë që sjell pastaj një çoroditje shumë madhe të opinionit publik. Kjo është përgjigjja ime, nuk kam përgjigje. Për sa i përket pastaj protestave që do bëhen poshtë penxherës tu, i kemi ndarë punët prej shumë vitesh, me sa kuptoj unë. Unë në zyrë dhe Partia Socialiste në qeveri dhe të tjerët poshtë penxherës time në rrugë. Kjo është zgjedhja e tyre, s'kam unë asnjë problem me këtë. Siç e pat, në lirit njerëzore Shqipëria është në një vend goxha dinjitos në klasifikimin e përgjithshëm. Dhe kjo është pjesë e lirive. Çfarë problemi kam unë me këtë? Muhamet Veliu nga Top Channel. Zoti Kryeministër, gjatë këtyre viteve ju keni vendosur një standard kur keni thënë se Partia Socialiste nuk kthehet zyrë avokatore atyre të cilëve kanë probleme me drejtësinë. Çfarë ju bëri të ndryshoni nga ky qëndrim kur vjen fjala për zëvendës kryeministren Belinda Balluku dhe tashmë që antarët socialist në Këshillin e Mandateve kanë në dispozicion 16.000 faqe të cilat i ka dërguar bashkë me relacionin SPAK-u, a keni një bindje se janë të mjaftueshme këto prova për të realizuar kërkesën ju ka vënë SPAK-u në tavolinë? Faleminderit. Tani